Nderuar pasagerë, duke qenë se do të ulemi për pak minuta, ju lutem të riktheheni në vendet tuaja, siguroni që rripi sigurimit jeti përthyer. Është ditëlindja ime dhe jemi në Matera. Vendosëm që këtë herë për ditëlindjen time të bënim një udhëtim të dy si çift. Nuk kishim bërë asnjë udhëtim çift këtë vit, kështu që thash pse jo për ditëlindjen time. Kjo është dita e parë, erdhëm sot dhe ka qenë një ditë e lodhshme, me thënë të drejtën, kështu që para dite thjesht sa jemi të çlodhur, kemi ngrënë. Dhe na zuri një gjumë këtu të dhoma, dhe më thënë 2 orë kemi fjetur, duke qenë se ishte një udhëtim herët në mëngjes, dhe ne jemi çuar që në orën 3:30, vap e gjitha të tjera, e kishëm shumë të nevojshme një pushim, dhe tani është mbas ditësh, ora diku tek 5, kështu që do dalim të shikojmë, të bëjmë xhiro, të ham darkë, të pim diçka, pash që kishin edhe një festival sot, kështu që mezi po pres të dalë. And the other was called the Omni Intuit. And it was 3 Bëm një xhiro tani rreth kësaj pjesës së Sasit. Është ende vallë, sa është ora? 7:15. Dhe është sërish vap, ka hipje zbritje, gjë që të lodh, kështu që e mira është që i shishe ujë gjithmonë me vete, të paktën për mua. Unë kam një çik siklet këto ngjitjet. Po shijojmë panoramën e bukur, ka kudo panoramë të bukur, kudo mund bësh një foto të bukur, video, çfarë të duash. Qashtu? Të pëlqen Reni se ti e për herë të parë. Shumë. Unë kam qenë një herë me vajzat këtu, po kemi qenë thjesht kështu për ta vizituar, kemi qenë 2 orë, 3 orë. Edhe më pëlqeu shumë, kështu që thash që doja të vija dhe me Renin që të rrinim të flinim këtu, sepse edhe natën bëhet bukur me sa kam parë në foto. Faleminderit gruaja. Dhe dia që Reni do t'i pëlqente, sepse ne si çift vdesim për këto qytetet e vjetra, qytetet me për të tek nuk gur. vdes. Bie fjala. Kështu që e dia që do t'i pëlqente. Tani më falenderoj që të kam sjell në një super vend. Faleminderit grua. Ja shumë bukur shumë. Do t'ju tregojmë ca gjëra edhe juve. Mendoj se është një vend që ja vlen të vizitohet, por jo në verë. Është vërtet shumë vap. Jo në verë. Se do dilni vetëm pas ditës. Është shumë vap. Pizza per la gente. Che ganzetta. C'est un mensonge that we're almost there.
Mirëmëngjes. Shikoni sa ditë e bukur, shikoni edhe sa pamje e bukur. Sot kemi vendosur që do shkojmë në plazh. Kështu që kemi një aktivitet ndryshe për të bërë. Tani morë makinën edhe po nisemi për në plazh. Plazhi që kemi zgjedhur quhet Metaponto dhe ishte goxha afër Materës dhe në internet e sugjeronin si plazhin ku e bëjnë vendasit, domethënë, ku shkojnë vendasit. Makina që kemi marrë është shumë e lezetshme. Është një Citroen e vogël manuale. Dhe ne nuk e dinim që bëhej nami për makina me qira. Në aeroport do me thënë, nuk e di sa ishte radha, shumë makina si thuash ishin sold out, edhe ne përfunduam me këtë Citroenin manual. Manual? Nejse, Reni do t'i japi makina, sërse do t'i jap unë do t'i japja do t'kur një makine manuale, por Reni patjetër që po. Për shumë vite në fakt ne kemi pasur makinë manuale. Apo jo? Do t'jap të zëtorit. Plazhi është një plazh i vogël, ka 3-4 rreshta shezllone, jo më shumë siç mund ta shikoni. Është me rër që të jep pamjen sikur është i ngjashëm me Durrësin, por është deti jon dhe deti s'ka fare lidhje. Është kristal shumë i pastër, pak i ftohtë, por unë nuk kënaqa shumë, s'po më dilej fare. Shezllonat kushtuan 15 euro, do me thënë çadra 15 euro. Do me thënë është pak a shumë një çmim i ngjashëm në Shqipëri. Tani do të shikojmë se sa do na shkoj dreka, për t'ju dhënë një ide se sa është kosto e plazhit në Itali. Ndërkohë, unë do shijoj pak një libër. Kam zgjedhur këtë libër, Alkimisti. E di që shumë njerëz e kanë lexuar, unë nuk e kam lexuar, dhe Reni më thoshte që lexoj se shumë i bukur, dhe duke qenë se doja një libër pak më të lehtë nga librat që jam mësuar zakonisht të lexoj, doja të bëja pak pauzë nga këto lloj librash, kështu që zgjodha këtë edhe nuk është shumë i trashë, kështu që mendoj se mund të arrit të lexoj goxha faqe dhe pjesën tjetër do ta lexoj kur të shkoj në pushime në Shqipëri. Sepse kemi prenotuar edhe një 5 ditë në Himar bashkë me gocën këtë radhë, sepse sigurisht duhet të bënte edhe ajo pushimet e saj. Koha është me re sot, nuk është diell, por çuditërisht ka filluar të më pëlqej kjo lloj kohe në plazh, sepse nuk e duroj dot më atë diellin e nxehtë. Edhe pse vapi është goxha, është një vap mbytëse, por të paktën nuk është ai dielli që të djeg. Kështu që unë sigurisht që do lyhem me mbrojtës edhe do ri. U detyruam ta presim plazhin shkurt, sepse po fillon shiu, në fakt janë duke rënë ca pika të vogla tani, por po frym goxha erë dhe ka shumë krisma. Kështu që plani për të ngrënë drek këtu në plazh iku dhe do ikim të hajmë drek sërish atje në Matera ku ishim. Ja, bukuroshja jonë. Gjithsesi, unë personalisht u kënaqa shumë dhe e shijova shumë këtë ditë. Kështu që nuk jam edhe aq e mërzitur që e prem në këtë mënyrë.
Tani, let's go, andiamo amore. Ky është outfiti im për sot. Taksosh. Sa bukur. Igor. Kjo është nata jon e fundit në Matera. Erdhëm të qetësohemi pak në dhomë dhe do dalim sërish të pim ndonjë gjë. Ka qenë vërtet e lodhshme, domethënë shumë e lodhshme, hyp, zbrit ato shkallët e çuditshme që verë shqasin, vapa vap, deri tani ishte vap edhe është ora. Falni, është ora 8. 8:05. 8:05. Dhe është një super vap. Okej, këtu tek dhoma është fresk, me thënë të drejtën, madje kërkuam edhe që të na fiknin kondicionerin, se nuk po e komandonim dot vetë nga dhoma, por që ishte shumë ftohtë me kondicioner dhe tani pa kondicioner është goxha freskët, kam përshtypjen për shkak të gurave se është si shpellë këtu. Por që ishte vërtet shumë vap. Nesër është dita e fundit dhe kemi fluturimin në darkë vonë orën 11:30. Kështu që kemi të gjithë ditën për të kaluar në një qytet tjetër. Kemi vendosur të vizitojmë një qytet tjetër. Kemi dhe ca miqtan që duam të takojmë. Më pas do blejmë edhe disa gjëra në Bari edhe pastaj do nisemi direkt për aeroport. Në fakt, mezi po presim të kthehemi te goca se na ka marrë shumë malli. Kjo është edhe dita e fundit, udhëtimin e kemi në orën 11:30 të darkës. Dhe tani jemi nisur drejt një qyteti tjetër ku po na presin edhe miqtan. Bibi. Këtu jam ke Vitulano. Tuturano. Parla di vogël atje. Po. Okej, daku 5 minuta, 10 minuta maksimumi se të falta. Mesanje ishte një tjetër qytet antik shumë interesant. Kishte një kështjell e cila ishte e rrethuar dhe brenda këtij rrethimit ishte qyteti i vjetër, pra ndërtesat e vjetra antike. Dhe poshtë këtij qyteti ishte zbuluar një tjetër qytet, akoma më antik, që datonte që në epokën përpara romakëve. Pra, praktikisht, brenda këtij rrethimit ishte qyteti i vjetër, disa mira vjeçar dhe në rrethina ishte ndërtuar qyteti i ri, modern. Tashmë ndodhemi në shtëpi, udhëtimi mbaroi. Nuk filmova shumë ditën e fundit sepse ishim shumë të lodhur gjithë ditën përdall, një vape të tmerrshme dhe nuk munda, por që nuk
kurse bëm ndonjë gjë shumë të veçantë, pasi vizituam Mesanjen, u nisëm për në Bari, ndejtëm pak aty, blem disa gjëra dhe më pas jemi nisur për aeroport. Nga ku morëm fluturimin në orët e para të mëngjesit të ditës së nesërme. Pra kemi ardhur pardje. Dje e mora pushim. Ja ku jemi këtu me këtë të voglën. Dje nuk filmova, e mora pushim sepse arritëm në shtëpi diku rreth orës 2 sa bëm dushe, lam gjërat, mund kemi rënë gjumë rreth orës 3 dhe u zgjova sërish në 6:30 sepse u zgjuar Ael dhe më zgjoi dhe mua sigurisht dhe kemi kaluar ditën bashkë, nuk e çova as në çerdhe. Dhe kështu domethënë. Përshtypjet e mia për këtë udhëtim janë nga më të mirat. Matera ishte një qytet fantastik me një vibe të jashtëzakonshëm, personalisht më pëlqeu shumë. Ishte një vend i qetë me turist, po jo shumë turist, pra nuk ishte i mbi populluar si disa qytete të tjera që janë më të famshme dhe mua kjo gjë më pëlqen sepse preferoj gjithmonë qytete që janë më të qeta, jo me një numër të lartë turistësh ku nuk arrin të ecësh dot. Kryesisht me sa vura re turistët ishin vendas, kishte të huaj patjetër, po shumica mund të them që ishin vendas. Edhe Mesani gjithashtu ishte një qytet që na surprizoi, nuk e kisha dëgjuar kurrë, por edhe ai ishte një qytet shumë antik, edhe pak a shumë me një vibe. Mund të kishim eksploruar shumë më tepër, por aq ishin ditët. Dhe ja kaluam shumë mirë, u kënaqëm, u relaksuam, edhe mendoj se ishte pikërisht ajo për të cilën kishim nevojë. Tani jemi rikthyer në shtëpi, jemi rikthyer për ditëshmërisë, punëve, dhe më pas do bëjmë pushimet zyrtare, le të themi, bashkë me vajzën dhe kemi zgjedhur që këto pushime t'i bëjmë në jug. Them ta mbyll këtu këtë vlog, shpresoj t'ju ketë pëlqyer dhe do të shihemi sigurisht në videon e radhës.